tham? Nuk tham. Mirëmëngjes. Sot është një nga ato ditët që do ju tregoj se çfarë bëj unë gjatë ditës. Do ju tregoj dhe pak a shumë ai kondicioneri që është aty lart që ka ngelë është i hapur, po ma heq këtë trurin tim, po nejse. Do ju tregoj se ç'tash se ç'do bëj sot gjatë ditës. Kështu që ky vlogu është një vlog i qetë dhe i qetë. Sa mund të jetë edhe jeta ime e qetë, ajo që qetë mund të jetë edhe ky. Shpresoj që sot të jetë i qetë. Kështu që një ditë me Eklin, si mendoni? E nisim ditën me punë. Sa pësollëm porosin e parë dhe do marrim porosin e radhës që duhet të vi nesër në mëngjes. Nuk do ju a tregoj akoma se çfarë është. Derisa të zhvilloj ai që dua unë të zhvilloj. Sa pësollëm dhe porosin numër 2. Tani me vrap në shtëpi që të fillojnë porosit e tjera. Se deri nesër duhet të mbarojnë që të gjitha. Dhe kjo vapës po na lë rehat. Fare. Gjithsesi, ne do të bëjmë normalisht. Kur them unë që këto vlogje që do të bëj kot në kot, nuk kam kap asnjë gjë. Kam shkuar për bazar, kam bërë punë, kam bërë drekën e kam kap pak a shumë. Dhe tani po vi përsëri, domethënë kam ardhur me Gjonin përsëri të bëjmë pazar se sot ndarke kemi zgar. Gjoni ndërkohë është brenda po merr mishin edhe qoftet. Sot ky vlog u mor prap goja. Ky vlogu ka shkuar si ka shkuar. Gjithsesi kemi edhe 6 ditë të tjera. Kështu që më usu mërziste me vlogun e parë të kësaj jave. Por nuk kam mbaruar ende se do ju tregoj edhe darkën. Besoj mos të haroj. Besoj, shpresoj mos ta haroj. Ta filmoj. Erdhi zotëria me mishin. Bye. Nice. Iku edhe kjo. Ikim në shtëpi të bëjmë gjërat shpejt gati. Shumë pak gjëra do bëj se nuk ja vlen të bëjmë shumë. Sa herë bëjmë shumë, gjithmonë të prajmë. Hello. Zgara ka filluar. Ja, edhe këtë që të lejnë do të bësh një video tamam. Që ti bësh? Si shkon zgara? Bërgjë e prej hol. Të mos e ke djeg më? Se sa ti si gjusë djegve? Ja, më të qishme. Kapshim kofshë. Pa harë kapshoje? Do për iqe prati? E më që si zeme. Sot dita fillon me t'lira. Duhet me ne po edhe këta. Të tila nuk i malët me vete që shumë. Pacim. Të tila mbaruam. Por është një vap shumë e të mërshme jashtë. Sot. Ika në shtëpi, mora porosi, solla porosi, po marr pra porosi dhe po hiqet drejt në Elbasan. Sot një ditë shumë e ngarkuar. Dhe mbi të gjitha një vap e të mërshme që as nëse ndilet makinës nuk ulem dot se më t'igin shalët. Timonin jo për me ka, po shqyr zotit kena Gjonin që po jep makinës. Do flasësh. Të mundohesh të hysh të vlogu im, por nuk ke për të hyrë. A few moments later. Ju thashë të vija në Elbasan, po nuk ju thashë arsye. Dhe arsyeja është... Surprise! Urdhëroni!
Një sëmur, ty të sëmur. A, si ndjeni? Ndjeni mirë? Më informoni pak sa është ora? Ora është 21:44. 21:44. Neve Aksidenti ka ndodhur në orën 1 ca. ne kemi që në orën 1 ca në Elbasan, tani po kthehemi në shtëpi Tani ballokume me të vrarin këtu mrapa. me plagosur, e nisha në luftë. Po hiqjem më në fund në shtëpi. The next day. Mirëmëngjes si tham sot. Më duket se nuk them. Mirëmëngjes të zemrat e mia. Po bëjmë gati që të hikim në plazh. Kemi bërë kështu tani çdo të diel. Do hikim në plazh derisa të shkojmë me pushime. Tamam. Të paktën të heqim pak trurin nga binkargesa e javës. Kështu që ajo që do bëjmë sot është të shkojmë në plazh. Punë sot s'ka. Kështu që nga këtu shikojmë në plazh. Bye. Si japësh makinës maj? Hadi çilek. Na, Plazhi për sot marroj. Nuk ju kam treguar si gjë nga plazhi se s'keni që doni herë, se dihet më mund të bërë Robin në plazh. Kështu tani ikim për në Tiranë. Bë plazh dhe banjo dielli, futet në det. Futet në det dhe bë banjo dielli. Futet në det dhe bë banjo dielli. Lupi qas. Ah, lupi gjos. Kjo gjendja mas plazhit është direkt për gjumë, është të përlodhshme. Ne në plazh nuk e kuptoja, shkojmë për më u çuklodh apo shkojmë për më u lodh. Se unë se shkoj në plazh lodhem. Vje lodhem. Nejse. Do doja shumë të flija, por no. Më duhet të bëj punë. Kështu që do bëj punë. Kaq. Për momentin të dashur miq. Ah, by the way, jam bërë si një domate e kuqe flak, skuqur totalisht. Direkt për krem, se unë kam një gjë të mirë në fakt. Nuk më djeg lëkura. Më thënë, unë skuqem edhe nxjem direkt. Kështu që do të thotë që në vazhdim unë do bëhem një zezake. Bye për momentin. Mbani mend ato dy të sëmurit të djeshëm? Nga spitali kemi kaluar në shtëpi. Do dilni më? Pacienca me lanzi. Ua, këta flokët e mia sikur kam dalë nga çmendi. Oh, zot vdiqja. Është se po dorën e këtë tjetër i ka ngec. Kam diku tek dy ditë që nuk kam filmuar asgjë. Dhe nuk kam filmuar për shkak se kam pas super punë, një ngarkesë tepër e madhe, që edhe sot disi e kam mbaruar, nuk është se kam mbaruar 100%. Këto flokët e mia si e çmendur. Dhe prandaj nuk kam filmuar se shumë ngarkesë pune. Të vetme gjë që kam bërë është që kam shkuar te Gjeni, që është rrozuar me motor dhe normalisht duhet të jem aty. Dhe kaq. Ky vlogu duhet të editohet edhe të hidhet nesër. Kështu që për sot përsëri nuk kam për të bërë ndonjë gjë. Që po, është thjesht një vlog i qetë. Ma ish mundësi sa kam pas për të filmuar. Kështu pra, do takohemi te vlogu radhës.
mos harroni të bëni subscribe dhe të bëni like dhe comment nëse ju pëlqejnë këto video. Dhe edhe një herë tjetër ju falenderoj shumë nga zemra të gjithë atyre që më kanë parë vlogun deri më tani. Ju dua shumë edhe ja kaloni sa më bukur ditët në vëjim. Bye!